Zonja dhe zotërin, përshëndetje, unë jam Thimi Samargjiu, do të vijojmë bashkë të ndjekim punimet e Komunitetit Politik Evropian, i cili zhvillohet në Tiranë. Këto shohim në të momente pamjet e sallës së brendshme të Teatrit të Operës dhe Baletit, aty ku do të zhvillohet ky summit dhe ku pritet që nga momenti në moment të zhvillohet dhe ceremonia e hapjes, më pas zhvillohet dhe foto familjare, aktivitetet të parashikuara të ndodhin në orën 11 dhe 11:30, por për shkak të vonesës së mbritjes së disa delegacione dhe më konkretisht presidenti francez Emmanuel Macron, duket se gjithë agenda është postuar së paku me 1 orë nga agenda zyrtare. Shohim liderët evropianë të cilët kanë mbritur në Tiranë dhe tashmë presin nisjen e punimeve të këtij komuniteti politik i gjashti që zhvillohet në historinë e ti. Ndërkohë, besoj do kem kolegët ta në teren për të mësuar, shohim Aleksandar Vučić dhe shumë përfaqësues të tjerë të lartë të Europës, cilët kanë mbritur sot në Tiranë, dhe gjithë vëmendja Europës dhe botës sot është në kryeqytetin e Shqipërisë. Besoj do kem kolegët Eksiola Sheu dhe Ardit Hoxha në teren. Kam Eksiola fillimisht. Eksiola, të përshëndes. Atëherë unë e thash që agenda është postuar me së paku 1 orë nga agenda zyrtare. Tashmë çfarë presim mendon të momentet dhe nëse mund dash në detaj nga mbritja e liderëve evropian në kryeqytet. Ka përfunduar pritja e liderëve nga ana e kryeministrit Rama këtu në sheshin Skënderbej. I fundit ka qenë presidenti Macron. Është e vërtet, në fakt kemi një spostim të agjendës për shkak sepse 3 liderët e fundit të cilët kanë mbritur ka qenë kryeministrja e Italisë Giorgia Meloni, presidenti turk Erdogan dhe i fundit, të cilin e ka shoqëruar në ambientet e brendshme të Teatrit të Operës dhe Baletit, ka qenë presidenti Macron, presidenti i Francës, dhe tani më pritet që nga momenti në moment të nisë ceremonia e hapjes së këtij samiti, ku do të kemi një shfaqje apo numër artistik nga një grup fëmijësh të veshur me veshje popullore shqiptare, dhe më pas do të jetë edhe fjala e kryeministrit Rama. Pasi të përfundoj gjithçka brenda ambienteve të Teatrit të Operës dhe Baletit, jashtë saj në shkallët e këtij institucioni do të mbahet edhe fotografia familjare, dhe më pas gjithçka do të vendoset pak metra më tutje në krah të monumentit të Skënderbeut, aty ku është ngritur një strukturë me cilën është punuar për disa javë, i takon këtij samiti dhe mbajtjes së takimit të 6 në Tiranë. Aty do të zhvillohen në total 2 sesione, po ashtu do të zhvillohen edhe tryezat e bashkëbisedimit, ku do të ketë disa tematike me fokus tek mbrojtja, por po ashtu edhe tek siguria, dhe gjithashtu do të zhvillohen edhe takimet 2 palçe apo ato bilaterale, siç njihen ndryshe mes përfaqësuesve. Duhet theksuar fakti se në Tiranë sot kanë mbritur plot 47 lider krerë të qeverive dhe shteteve për të marrë pjesë në këtë samit. Gjithçka ka nisur në orën 10 e pak minuta dhe ka zgjatur rreth 2 orë pritja, edhe pse ishte 1 orë parashikuar për shkak të vonesës së kryeministres italiane Giorgia Meloni, presidentit turk Erdogan dhe presidentit të Francës Macron. Më pas gjithçka pritet të përfundojë në orën 18:45 minuta, aty ku në ambientet e brendshme të Teatrit të Operës dhe Baletit do të jetë një konferencë e përbashkët për mediat mes kryeministrit Rama dhe vendit tjetër pritës të samitit të ardhshëm të Komunitetit Politik Evropian, Danimarkës. Do të jetë homologja e Danimarkës, pra e kryeministrit Rama, e cila do të jetë së bashku me zotin Rama për të mbajtur konferencën për mediat. Ndërkohë, Thimi duhet teksuar fakti se sot në Tiranë në fakt nuk ka qenë kushtet atmosferike më të mira të mundshme. Kemi pasur her pas here reshje intensive shiu, jo atë diellin e zakonshëm që e karakterizon Tiranën në fakt gjatë pjesëve më të madhe të muajve të vitit. Megjithatë, kjo nuk e ka diktuar apo nuk e ka zhvendosur agjendën, gjithçka ka